Nderuar televizikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohoj me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama prezantoi kandidatët për deputet në qytetin e Elbasanit, duke theksuar se shqiptarët po shohin për herë të parë politikanë që po jetojnë nga drejtësia. Ai kërkoi që vota e 11 maj të shërbejë si një mesazh për Europën, duke siguruar se vetëm me Partinë Socialiste Shqipëria mund të arrijë anëtarësimin në Bashkimin Evropian në vitin 2017. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar kandidatët për deputet në Elbasan, duke theksuar se për herë të parë shqiptarët po shohin politikanë që po jetohen dhe ndodhen para drejtësisë, një arritje që ai e vlerëson si rezultat të vullnetit politik dhe jo vetëm të kreutës pak Altin Dumani. Njerëz lidhur me pushtetin politik që merren, hetohen nga prokuror pavarur, gjykohen nga gjykatës pavarur, nuk ka rëndësi fare se çfarë mund të ketë brenda këtij procesi, gjëra që nuk shkojnë si, dhe ne nuk do t'i lëmë shqiptarët kujtojnë se kjo punë u krye, se doli Altin Dumani. Nuk është puna se doli Altin Dumani. Prokurori nuk e di sa vjet ka dhe virtytet s'besoj se i erdhën nga reforma. I ka pas, se njerëzit o i kanë ose i kanë. Pse nuk thiri Altin Dumani në i politikan gjitha ato vite që ishte prokuror? Të fliste, të shajde këtu jetë. Pse nuk e jetoj? Pse nuk doli në gjykatës që thoshte bjerë më këtu Altin se të ta gjykoj unë? Zero. Jo thirur, jo hetuar, po as thirur, sepse nuk është çështja e Altinit apo e X-it apo Y-it, është çështja e shpatës. Nuk kishte shpatë në dorë Altini. Shpatën në dorë e kishte pushteti politik. Rama theksoi se ndërsa Shqipëria ka avancuar dhe hapat e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, vota e 11 maj do të jetë një moment kyç për të treguar se shqiptarët janë të gatshëm të përfaqësojnë Europën dhe të vazhdojnë procesin e integrimit. Ne kemi hapur negociatat vjet dhe mund t'i mbyllim 2027-ën. Është një shpejtësi maramëndse, sepse ne kemi punuar për këtë ditë, pikërisht se ne kemi punuar pavarësisht se nuk ne e kanë hapur negociatat zyrtarisht dhe nuk kemi ulur në tavolinë, kemi fituar shumë kohë dhe mund t'i mbyllim deri në 2027-ën. Do të jetë rekord në gjithë historinë e integrimit. Ai e përshkroi këtë periudhë si një mundësi historike për të mbyllur negociatat deri në 2027-ën, duke u angazhuar në një proces të shpejtë dhe të vazhdueshëm. Dhe ata që janë në Bruksel do të marrin mesazhin shumë të qartë që populli shqiptar konfirmoi vazhdimin e negociatave. Jo një lëkundje duke futur në mes, qoftë edhe një rrjedhje sado të vogël të kënetës apo të moçaleve të vogla që janë krijuar rreth kënetës, edhe që i thonë vetes jemi parti të reja, jemi të rinia që po vjen me baballarët dhe me tezet në listat e mbyllura. Në një përballje të ashpër mes mazhorancës dhe opozitës, Ali Berisha theksoi se Shqipëria në Bashkimin Evropian do të integrojë qeveria e ardhshme e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Ai akuzoi kryeministrin e vendit Edi Rama për mashtrim në lidhje me integrimin dhe theksoi se me qeverinë e tij interesi kombëtar do të jetë në fokus. Berisha komentoi gjithashtu edhe ftesën e Ramës për Dashnor Sulën dhe justifikoi gjestin e flamurnokës në parlament. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shprehur bindjen se integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të arrihet vetëm përmes qeverisë së Aleancës për Shqipërinë Madhështore, duke theksuar se kjo është një mision që të bazohet në merit dhe jo në mashtrime, siç e konsideron ai veprimtarinë e kryeministrit Rama. Dhe i garantoj shqiptarët se për qeverinë e ardhshme tonë, objektivi numër 1 do jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Interesi kombëtar më madhor do të jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me një dallim themelor i bazuar në merit dhe kur në asgjë tjetër. Me Edi Ramën nuk ka integrim. Me Edi Ramën ka mashtrim dhe vetëm mashtrim. Kryetari i Partisë Demokratike gjithashtu komentoi lidhur me ftesën që Rama i bëri Dashnor Sulës, duke cilësuar atë si një eksponent Partisë Demokratike me investime reale në parti, ndërsa shtoi se Sula nuk mund të ndjekë rrugën e llapajt. Dashnor Sula është një eksponent i Partisë Demokratike me investime reale në këtë parti,
dhe vendi i tij është në Parti Demokratike. Eksplorimi se njeri të pagabueshëm nuk ka. Njeri të pagabueshëm nuk ka. Ideja e tij për të gjetur stre tek llapaj e mori përgjigjen sot nga Rama. Rama i thot atij që sa shkon tek llapaj, hajde tek unë, se është një lloj, po të paktën unë jam unë patroni. Kështu që pra në këto deklarata shifet se sa e pa vend kaq, sa e gabuar ishte për zgjedhja që bëri Dashi me llapajn. Nuk ka, sepse ata janë një lloj, ato janë patericat e Edi Ramës. Në fund, Berisha justifikoi veprimin e Flamurnokës në parlament duke thënë se ai e dinte shumë mirë se si është gjua dhe sjellja e kundërshtarëve të tij. Ishte krejtësisht tjetër. Pastaj Flamuri mund mos e bënte atë gest, po Flamuri i njeh që ata gjuha e tyre është gjithnjë afrodiziake. A e din që ata kuptojnë më mirë se çdo gjuhë tjetër gjuhën afrodiziake. Kjo ishte, kështu e interpretova unë atë. Edhe pyetja e fundit, sa madhështore është aleanca juaj pas Selami Jenisherin? Aleanca jonë është madhështore për Shqipërinë madhështore. Është programi i Shqipërisë madhështore, ajo që e bën aleancën madhështore. Pra, ajo është një program që Shqipëria nuk e ka patur kurrë në historinë e saj përpara. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi komunikimin mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, duke e konsideruar të paparashikueshëm pas zhvillimit të fundit. Ai e krahasoi mesazhet e tyre me faza të dashurisë, duke ironizuar mbi marrëdhënien e tyre që ka evoluar me kalimin e kohës. Replikat mes dy politikanëve vazhduan duke u bërë virale, edhe pse fushata elektorale ende nuk ka nisur zyrtarisht. Mesazhet e tyre vazhdojnë të jenë pjesë e një seriali politik që tërheqi vëmendjen e publikut. Sali Berisha ka dekriptuar komunikimin mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, duke vlerësuar si të paparashikueshëm dhe të natyrshëm pas zhvillimeve të fundit. Ai komentoi ironikisht marrëdhënien e tyre, duke thënë se dashuritë politike kanë faza dhe se ky proces është bërë publik pas periudhës së fshehtësisë. Ate që kishin të fshehtë e nxorën hapur. Kaq mund të them. Se dashurit janë me faza, e kanë fazën latente, e kanë fazën publike e tjerë. S'ka gjatë e kishën ata, e dolën publikisht. Zoti ja u shtoftë. Replikat mes dy politikanëve, të cilët janë bërë të njohura në mediat sociale, vazhduan edhe këtë të mërkur. Edi Rama dhe Lulzim Basha shkëmbyen mesazhe ironike që po kthehen në një serial politik me shumë jehon para se fushata elektorale të nisë zyrtarisht. Luli nuk evolon, sepse është i përsosur dhe nuk ka që evolon. I lindur i përsosur. Një njeri cili gjumi e do aq shumë sa e ma për vete, është i përsosur. Ka njerëz që thonë lindin me këmish. Luli ka lind me këmish natë. Por nuk janë të gjithë kështu. Veç Moskaj, Rame. Me këmish, për që këmish? Këmish natë, apo këmish burgu? Ku i ke shokët, Rame? Qa këmish e ka veç Lalieri? Olir Beqa? Do të mbeni ka shpëtu për momentin, Hajde, Rame, mish via shokve, 77 313. Do të zi me të tjera informacione, Elman Abule, një biznesmen i njohur, është përballur me pyetje të detajuara në prokurorinë e posaçme ku po hetohet për pastrim parash. Gjatë hetimit Abule dha shpjegime për marrëdhëniet e tij me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, bashkëshortin e tij Ajola Xozën dhe shoqërinë e tij Rimentol, të cilët janë në qendër të hetimit. Prokuroria e ka fokusuar hetimin në transaksionet bankare të Abules dhe bashkëpunimin e tij me konsulencën e Zozës. Biznesmeni Elman Abule ka kaluar më shumë se 3 orë duke dhënë shpjegime në prokurorinë e posaçme, ku është hetuar për kryerjen e veprës penale të pastrimit të parave. Ai ka qenë i shoqëruar nga mbrojtësja e tij ligjore Romina Zano dhe është pyetur lidhur me aktivitetin e tij të biznesit, sidomos në shoqërinë Remitol, e cila është nën hetim për transaksione të dyshimta. Prokuroria ka kërkuar informacione për marrëdhënien e tij me disa individë të tjerë të njohur, si kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj dhe bashkëshortin e tij Ajola
Viola Xoxa, e cila gjithashtu është e lidhur me disa transaksione të dyshimta. Hetimi ka përqendruar vëmendjen tek bashkëpunimi i Abules me konsulencën e Xoxës dhe lëvizjet e tij financiare, përfshir këtu edhe lejet e ndërtimit që ai ka përfituar nga Bashkia e Tiranës, që janë pjesë e hetimeve të thedhuara nga SPAK. Pas hetimit, Abule u lirua nga qelia nga apeli i posaçëm dhe aktualisht ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Prokuroria ka njoftuar se hetimet do të vazhdojnë për të zbuluar më shumë lidhjet e tij me Veliajn dhe për të verifikuar nëse ka pasur veprime të palishme në aktivitetin e tij ekonomik. Në një operacion të policisë në Laknas, 2 vëllezërit Shkëlqim dhe Fatmir Matraçi u arrestuan për kultivimin e kanabisit në një shtëpi të kthyer në fermë Hashashi. Ata përdornin pajisje të sofistikuara për të rritur bimët, duke përfshirë sisteme ndriçimi dhe ventilimi, dhe kishin krijuar kushte për të maskuar aromën e kanabisit. Një operacion i suksesshëm i policisë në Laknas ka zbuluar një shtëpi të kthyer në fermë Hashashi, ku 2 vëllezërit Shkëlqim dhe Fatmir Matraçi, të kthyer nga Anglia, kishin ngritur një aktivitet kriminal të organizuar për kultivimin e kanabisit. Në katin e 2 të banesës së tyre, rekatëshe, ata përdornin pajisje të avancuara për të rritur bimët, duke përfshirë dhampa speciale për ndriçim dhe ngrohje, ventilator për freskimin e ajrit dhe filtra për pastrimin e aromës së hashashit, që të mos vijë ere nga fqinjët dhe të ruajë fshehtësia e aktivitetit, por më tepër ata kishin vendosur muzikë të lartë për të maskuar çdo lloj zhurme që mund të kishte dalë nga veprimtaria e tyre. Nga hetimet që pasuan, policia ka zbuluar se 2 vëllezërit kishin lidhur energji elektrike në mënyrë të palishme, duke përfituar në ndihmën e një punojësi të OSHE-s, Indrit Paja, i cili u arrestua për shpërdorim të tyre. Pas një kontrolli të udhësishëm në banesë, janë sekuestruar 20 rrënjë kanabis të mbjedha në përvazo, si dhe një sasi e konsiderueshme me kanabis të përpunuar, e cila do të përdorej për shpërndarje. Po ashtu janë gjetur dhe pajisje të tjera si llampa speciale, filtra, ventilator dhe pajisje për matjen dhe rregullimin e temperaturës, të cilat janë sekuestruar nga policia si prova të aktivitetit palishëm. Hetimi është në vazhdim dhe tashmë është kaluar në duar të prokurorisë për të përcaktuar përgjegjësitë e mëtejshme. Gjithashtu, babai i 2 të arrestuarve, një 66 vjeçar, është ndjekur penalisht për dyshimin se kishte dieni për veprimtaritë palishme të djemve të tij dhe nuk e kishte denoncuar. Ky rast thekson një tjetër problem serioz në luftën kundër kultivimit dhe tregtimit të drogës, duke u shndruar në një shqetësim për autoritetet dhe qytetarët në zonë. Në një hetim të policisë dhe prokurorisë së Gjirokastrës janë zbuluar skema korruptive të lidhura me shpërdorimin e energjisë elektrike. 4 punonjës të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike janë arrestuar, ndërsa 6 të tjerë janë lënë në arrest shtëpie. Hetimi ka zbuluar se ata vendosin matës së energjisë elektrike pa kontratë dhe shpërdoronin materialet e institucionit. Operacioni koduar Kilovati ka çuar në sekuestrimin e pajisjeve dhe provave të tjera të palishmërisë. Një operacion i policisë dhe prokurorisë në Gjirokastër ka zbuluar një skemë të dyshuar korruptive në sektorin e energjisë elektrike që ka përfshirë punonjësit e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Pas një hetimi të kryer mbi bazën e një kallëzimi të bërë nga njësia antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë, 4 punonjës të OSHE-s janë arrestuar dhe 6 të tjerë janë lënë në arrest shtëpie për shpërdorim të tyre dhe shkelje të ligjit. Hetimet kanë zbuluar se këta punonjës dhe ish punonjës të OSHE-s gjatë periudhës së punës së tyre kanë shpërdoruar materialet e institucionit dhe kanë vendosur matës të energjisë elektrike në shkelje të rregullores dhe ligjeve përkatëse. Për siguruar përfitime të kundralishme, ata kanë instaluar matës të energjisë për abonentë të ndryshëm, të cilët pastaj kanë vidhur energji elektrike. Në një nga shtëpitë e arrestuarve janë gjetur dhe sekuestruar 22 matës energjie elektrike, 13 kuti plastike dhe 9 vula, të cilat përdoren për vendosjen dhe vulosjen e matësve të energjisë. Këta shtetas u instaloshin për të mundësuar vjedhjen e energjisë nga individ dhe subjekte të ndryshme duke shmangur pagesën për energjinë e konsumuar. Hetimet kanë vazhduar dhe operacioni Kilovati synon zbardhjen e plotë të kësaj skeme korruptive që ka dëmtuar buxhetin e shtetit dhe ka krijuar një terren të pasigurisë për furnizim me energji. Prokuroria e Firit ka dërguar në gjyq shtetasin iniciale AR për veprat penale të dhunës në familje, ngacmimit seksual dhe keq trajtimit të një të miture. Hetimet nisën pas kërkesës së bashkëshortes së tij për të marrë një urdhër mbrojtje nga gjykata. Shtetasim inicialet AR dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes dhe ka keq trajtuar të miturën duke i bërë ngacmime seksuale.
Prokuroria e Fierit ka dërguar në gjyq shtetasin me iniciale AR, i cili akuzohet për dhunë në familje, ngacmim seksual dhe keq trajtim të një të miture. Hetimet u hapën pas kërkesës së bashkëshortes së tij me inicialet BR, e cila kërkoi lëshimin e një urdhri mbrojtje në gjykatën e shkallës së parë Fier. Sipas hetimeve, shtetasi me inicialet AR ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes dhe ka kryer veprime të dhunshme ndaj vajzës së saj nga martesa e parë me iniciale RC. Akuzat ndaj tij përfshin keq trajtim vijuese në të miturën dhe veprime që përbëjnë ngacmim seksual ndaj saj. Prokuroria ka bashkëpunuar ngushtë me policinë gjyqësore për të mbledhur prova që vërtetojnë këtë lloj zgjedhje të dhunshme, duke përdorur metoda të hetimit të detajuar. Në përfundim të hetimeve, prokuroria ka theksuar se angazhimin e plot për ta hetuar me shpejtësi, si dhe për të marrë masa ligjore ndaj personave që kryejnë veprime të tilla të dhunshme në familje me qëllim parandalimin e rasteve të tjera dhe mbrojtjen e individëve nga dhuna. Notizime të tjera informacione do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Policia e Kosovës ka realizuar një aksion të gjerë në 5 komuna të vendit për të luftuar kontrabandën me armë dhe municion. Aksioni i kryer nga Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda u zhvillua në 21 lokacione përfshirë Mitrovicën e Jugut dhe Deriut. Si rezultat i operacionit, 16 persona u shoqëruan në stacion, 13 prej cilëve u dërguan për mbajtje për 48 orë, ndërsa në mesin e të arrestuarve ishte dhe një zyrtar i policisë së komunës së Zveçanit, ndaj të cilit u vendosën në masën disiplinore të pezullimit. Të shoqëruarit dyshohen se janë të përfshirë në aktivitete të paligjshme që lidhen me detyrimin dhe importin, eksportin, furnizimin, transportimin, prodhimin, këmbimin ose shitjen e armëve. Gjatë kontrolleve, autoritetet sekuestruan një sasi armësh, përfshirë 9 armë zjarri, 200 fishek dhe municione të tjera. Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë në një reagim të martën vonë ka konsideruar provokim marrëveshjen për aleancën ushtarake të nënshkruar nga ministrat e mbrojtjes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Sipas Beogradit, marrëveshja për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes është arritur pas një konsultim me Serbinë, gjë që e sheh si një përpjekje për të krijuar një aleancë ushtarake që e izolon atë nga bashkëpunimi rajonal. Ministria e Punëve të Jashtëm të Serbisë ka reaguar ashpër ndaj marrëveshjes së përbashkëpunimit ushtarak të nënshkruar të martën në Tiranë nga ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Beogradi e ka cilësuar këtë nismë si një provokim që sipas saj cënon stabilitetin në rajon. Në deklaratën e saj, Serbia ka njoftuar se do të kërkojë shpjegime zyrtare qeverive të Shqipërisë dhe Kroacisë mbi objektivat e kësaj aleance. Sipas Beogradit, marrëveshja për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes është arritur pas një konsultim me Serbinë, gjë që e sheh si një përpjekje për të krijuar një aleancë ushtarake që e izolon atë nga bashkëpunimi rajonal. Po ashtu, Serbia e sheh si shqetësues fakti që Kosova është përfshirë në këtë marrëveshje, duke pretenduar se një bashkëpunim i tillë bie në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Ky memorandum nuk është një bashkëpunim i rastësishëm, por një strategji e qartë për të forcuar strukturat ushtarake në Kosovë, duke injoruar plotësisht Serbinë, thuhet në deklaratën e MPJ serbe. Serbia ka kërkuar që Shqipëria dhe Kroacia të japin një sqarim mbi natyrën dhe objektivat të kësaj marrëveshje. Beogradi pretendon se armatosja e njëanshme e Kosovës dhe krijimi i aleancë të tillë pa përfshirjen e Serbisë mund të rrisë tensionet në rajon. Serbia nuk do ta pranojë këtë zhvillim në heshtje dhe pret një përgjigje të menjëhershme nga Tirana dhe Zagrebi mbi synimet e kësaj marrëveshje, theksohet në reagimin e Serbisë. Marrëveshja për bashkëpunimin ushtarak mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës synon të forcojë sigurinë rajonale dhe bashkëpunimin në mbrojtje mes këtyre vendeve. Megjithatë, Serbia e sheh këtë si një kërcënim dhe ka kërkuar sqarime zyrtare, duke lënë të hapur mundësinë për veprime të mëtejshme diplomatike në raport me këtë zhvillim. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut konfirmojnë se 173 persona u plagosën nga tragjedia në një diskotek në Koçan me dhjetra të shtruar në spitale brenda dhe jashtë vendit. Shumica e të lënduarve kanë pësuar djegje nga 10 deri në 25% të trupit, ndërsa shumë prej tyre kanë dëmtime serioze në mushkëri për shkak të tymit toksik. Hetimet të zbulojnë se ndërtesa ishte ndërtuar me azbest, një material kancerogjen i rrezikshëm, dhe ishte shndruar në diskotek në shkelje të rregullave të sigurisë.
diskotek në Koçan, autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë konfirmuar ditë pas zjarrit shkatërrues në një diskotek në Koçan, autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë konfirmuar se numri i të plagosurve ka arritur në 173 persona. Ngjarja ndodhi të dielën në orët e vona të natës dhe ka shkaktuar tronditje të madhe në vend dhe rajon. Më shumë se 70 të lënduar janë transportuar për mjekim të specializuar në spitale në Bullgari, Serbi dhe Kroaci. Fatmirësisht shumica e tyre janë jashtë rrezikut për jetën, por një pjesë kanë pësuar djegje të rënda dhe dëmtime serioze në mushkëri si pasojë e thithjes së tymit toksik. Mjekët raportojnë se shumë prej tyre kanë vështirësi në frymëmarrje për shkak të ekspozimit ndaj substancave kancerogjene. Të dhënat e para të hetimeve tregojnë se diskoteka ishte ndërtuar në mënyrë të paligjshme, duke mos përmbushur standardet bazë të sigurisë. Ajo ishte përshtatur nga një ish fabrik tapetesh dhe magazin, pa marrë masat e nevojshme kundër zjarrit. Hetuesit dyshojnë se një pjesë e ndërtesës ishte ndërtuar me azbest, një material kancerogjen që kur digjet lëshon tym tepër të rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Ekspertët po analizojnë se si ky objekt ka marrë lejen për të funksionuar si një qendër argëtimi, ndërsa dyshimet për korrupsion janë forcuar. Dokumentet paraprake tregojnë se disa zyrtar mund të kenë shpërdoruar detyrën duke lejuar një ambient të pasigurt të operonte pa masa mbrojtëse. Hetimet kanë çuar në arrestimin e disa personave të përfshirë në dhënien e lejeve të ndërtimit dhe inspektimet e sigurisë. Një ndër të arrestuarit është edhe një ish ministër shqiptar i ekonomisë, i cili dyshohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion në procesin e licencimit të diskotekës. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik, me qytetarët që kërkojnë drejtësi dhe ndëshkimin e atyre që lejuan një objekt të rrezikshëm të operonte pa kontrolle të rrepta. Autoritetet kanë premtuar një hetim të thelluar për të identifikuar të gjithë përgjegjësit dhe për të shmangur tragjedi të tilla në të ardhmen. Eci me zhvillimet nga bota, kryeministri izraelit ka urdhëruar nisjen e bombardimeve në Gaza duke shkatruar arpushimin me Hamazin. Kjo ka nxitur protesta masive në Izrael, ku qytetarët kritikuan përdorimin e sulmeve si mjet për të mbrojtur interesat politike të Netanyahut. Protestuesit e shohin këtë veprim si një mënyrë për të larguar vëmendjen nga dështimet e tij të brendshme dhe për të ruajtur pushtetin. Netanyahu po përballet edhe me një proces gjyqësor për korrupsion që mund ta çojë me dënim më burg. Izraeli ka rinisur bombardimet në rripin e Gazës duke prishur armëpushimin e brisht me Hamasin. Kryeministri Benjamin Netanyahu është përballur me akuza se po përdor luftën për të mbuluar dështimet e tij politike dhe për të mbajtur pushtetin. Rinisja e sulmeve ka shkaktuar protesta në disa qytete të Izraelit, përfshirë Jeruzalemin. Demonstruesit akuzojnë Netanyahun se po shfrytëzon luftën për të larguar vëmendjen nga problemet e tij të brendshme dhe për të mbyllur gojën kritikëve që e akuzojnë për sjellje jo demokratike. Sulmet në Gaza po përdoren si një mjet për interesa politike, tha për The Guardian Ora Pelet Nakash, ish oficere e marinës izraelite dhe një nga organizatorët e protestave. Netanyahu të nevojitet mbështetja aleatëve të tij të djathtë për të siguruar votat e nevojshme në parlament. Këta aleat kanë kundërshtuar një përfundim të përhershëm të konfliktit në Gazë dhe po ushtrojnë presion mbi kryeministrin për të vazhduar luftën. Përveç sfidave politike, Netanyahu po përballet edhe me akuza për korrupsion. Ai është në proces gjyqësor dhe nëse shpallet fajtor, mund të dënohet me burg. Të martën një gjykati dha leje për të mos marrë pjesë në seancën e radhës me arsyetimin e krizës në Gaza. Ndërsa lufta në Gaza përshkallëzohet, Netanyahu po përballet me sfida të shumta në Izrael, duke përfshirë protesta të gjera dhe një krizë të brendshme politike që mund të kërcënojnë qëndrimin e tij në pushtet. Rusia dhe Ukraina janë akuzuar për sulme ajrore të ndërsjellta që shkaktuan dëme në infrastrukturë vetëm disa orë pas arritjes së një marrëveshje për arpushim të kufizuar mbi objektet energjetike. Pavarësisht dakordësisë për të ndaluar sulmet mbi objektet, Rusia ka vazhduar ofensivën ajrore duke dëmtuar spitale dhe shtëpi në Ukrainë, ndërsa Ukraina sulmoi një depo nafte në Rusinë Jugore. Rusia dhe Ukraina janë akuzuar nga njëra tjetra për kryerjen e sulmeve ajrore që shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën civile, vetëm disa orë pas një marrëveshje për armëpushim të kufizuar. Ky armëpushim u arrit për të ndalur sulmet ndaj objektivave energjetike pas një bisede telefonike mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe liderit rus Vladimir Putin. Megjithatë, Rusia vazhdoi sulmet ajrore duke dëmtuar spitale dhe shkaktuar lëndime në Ukrainë, përfshirë një sulm me dron në rajonin e Kievit që plagosi një person dhe shkaktoi dëme në disa shtëpi. Në përgjigje, Ukraina gjithashtu kryen sulme me dron në territorin rus, duke shkaktuar një zjarr në një depo nafte në rajonin e Krasnodarit.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar që të bllokojë çdo përpjekje të Rusisë për të vazhduar luftën dhe për të zvarritur armëpushimin. Ai theksoi se Rusia po sulmonte qytetarët dhe infrastrukturën civile, duke shkaktuar më shumë dëme për popullin ukrainas. Rusia gjithashtu raportoi se kishte shkatruar 57 dron ukrainas gjatë natës, ndërsa autoritetet ruse të aviacionit pezulluan fluturime të disa aeroporte për shkak të kërcënimeve të sulmeve me dron. Qeveria e Gjermane në largim ka rënë dakord të ofrojë 3 miliardë euro shtesë ndihmë ushtarake për Ukrainën këtë vit pasi ligjvënësit miratuan një rregullim fiskal që mundsoi këtë vendim. Lëvizja konsiderohet një hapkyç ndërsa rritet pasiguria për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në administratën e ardhshme të Donald Trump. Ministri gjerman ka informuar parlamentin për angazhime financiare, të cilat përfshin një total prej 11 miliardë eurosh deri në vitin 2029. Qeveria në largim të Gjermanisë ka miratuar një ndihmë shtesë për 3 miliardë eurosh për Ukrainën këtë vit, duke e çuar totalin e ndihmës së saj ushtarake në më shumë se 11 miliardë euro deri në vitin 2029. Vendimi u mor pas miratimit të një rregullimi fiskal nga Parlamenti gjerman, duke lejuar qeverinë të sigurojë fondet e nevojshme. Kjo lëvizje vjen në një kohë ku shtetet europiane ndodhen në presion për të forcuar mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës, sidomos përballë pasigurisë së rritur për garancitë e sigurisë nga SBA-ja në presidencën e Donald Trump. Kancelari në Olaf Scholz kishte këmbë ngulur më parë për lehtësimin e rregullave të humarrjes si një parakusht për ndihmën shtesë dhe miratimi i kësaj pakete financiare shihet si një përparim i rëndësishëm në këtë drejtim. Sipas dokumenteve të Ministrisë së Financave të para nga agjencia e lajmeve Reuters, ministri i Financave Jörg Kukis ka informuar Komisionin e Buxhetit të Parlamentit për miratimin e fondeve shtesë. Nga këto 2547 miliardë euro do të përdoren këtë vit, ndërsa pjesa tjetër do të përfshijë një rimbursim nga Fondi Evropian i Paqes. Në periudhën 2026 deri në vitin 2029, qeveria planifikon të angazhojë dhe 8252 miliardë euro për ndihmë ushtarake, duke e çuar shumën totale të ndihmës në një nivel të paprecedent për Gjermaninë në këtë konflikt. Administrata amerikane ka nxjerrë më shumë se 1100 dosje të reja lidhur me vrasjen e ish-presidentit John F. Kennedy pas një urdhri të presidentit Trump. Dokumentet që përmbajnë më shumë se 31.000 faqe janë të postuara në faqen e arkivit kombëtar duke zbuluar informacion të ri rreth ngjarjes së ndodhur në nëntor të vitit 1963. Trump ka premtuar se më shumë se 80.000 faqe të reja do të publikohen në të ardhmen. Disa nga dokumentet janë të redaktuara, ndërsa disa të tjera mbajnë pasazhe të paqarta ose të vështira për t'u lexuar. Në përmbushje të një urdhri ekzekutiv nga presidenti Donald Trump, administrata amerikane ka shpërndarë mijëra dokumente të klasifikuara lidhur me vrasjen e ish-presidentit John F. Kennedy. Më shumë se 1100 skedarë që përmbajnë me 31.000 faqe janë bërë të disponueshme për publiku në faqen e arkivit kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Ky hap u mor pas një periudhe të gjatë gjatë së cilës shumë prej këtyre dokumenteve ishin mbajtur të mbyllura për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Presidenti Trump ka njoftuar gjithashtu se më shumë se 80.000 faqe të tjera do të bëhen të disponueshme për publiku në të ardhmen. Dokumentet, megjithatë, përmbajnë disa redaktime dhe pesazhe të vështira për të lexuar për shkak të cilësisë të dobët të fotokopjeve dhe skanimeve të dokumenteve origjinale. Vrasja e Kennedyt është një ngjarje që vazhdon të shkaktojë shumë teori dhe dyshime, më shumë që besojnë se autori Lee Harvey Oswald nuk veproi vetëm, duke ngjallur pyetje rreth mundësive së përfshirjes së grupeve të tjera, përfshirë agentë të qeverisë dhe mafiozë. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 20 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i qëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe kthjellime. Temperatura minimale parashikohet të jetë -1 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë ndellgëzime 2 deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 5 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 14 gradë. Peshkopi 1 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë 5 deri në 14 gradë. Durrës 5 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 5 deri në 14 gradë.
Elbasan 3 deri në 15 gradë Celsius, Berat 5 deri në 14 gradë, Korç -1 deri në 11 gradë Celsius, Vlorë 3 deri në 14 gradë, Gjirokastër -1 deri në 10 gradë, Sarand 5 deri në 11 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 20 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mod i paqëndrueshëm, e qiellitullit të mbushur me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të full kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 14 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 1 deri në 12 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 11 gradë, Skënderaj -2 deri në 11 gradë Celsius, Pej 4 deri në 11 gradë, Prishtinë 0 deri në 11 gradë Celsius, Gjakov 0 deri në 12 gradë, Malishev 1 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 11 gradë, Ferizaj 1 deri në 11 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 11 gradë, Suharek 2 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 1 deri në 10 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë do takojmë në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.